Kur të lutesh për evlad, për pasuni, për shnet, për rizk, është mirë me u lut me Rabbi. Rabbi ama mua, Rabbi mundësama mua, Rabbi shëru evladin tem, Rabbi mundësama mua me pas një evlad, Rabbi ana neve familjet mira. Në këto raste është mirë me thënë Rabbi, Rabbena, ana neve. Po në qovë se thu Allahumme mundësana me pas këta, ban, nuk ka kur gjanë ta, krejt është në regull. Ama në qovë se në këto raste thu Rabbi, është ma mirë me lehen Allahut Azza wa Jall. Por që tha Zekeria wa alayhi salam, kur është lut ka thënë Rabbi mundësama mua me pas një evlad. Dhe ka mësu Allahu Azza wa Jall më lut me thënë Rabbena heblena min azwajina, Rabbena ana neve për grave, për fëmijë me cilat kënaqet syni. Nuh alayhi salam ka thënë Rabbi inna ibni min ahli. Është lut për djalin e tij edhe ka thënë Rabbi. Por ata është mirë kur lutin për familje me thënë Rabbi mundësama, Rabbi shëroa, Rabbi furnizoa, Rabbi mësoa. Tash edhe njëherë, edhe në qoftë se thua Allahumma mundësama, Allahumma shëroa, nuk ka kur gjak në rregull, është në mirë, është vetëm pa ta qef me përmend këta për shkak se më sigurt që shumë prej muslimanëve nuk e thojnë kur nda Rabbi mundësama me pas, Rabbi mundësama me pas në evlad, Rabbi furnizo me rrezik mirë. Nuk e thojnë këta, por ata po ta qef me e përmend me lejen e Allahut Azza wa Jall.